Po du me ditë sepse ka njerë shumë të interesuar atje jashtë që thonë unë po ushtrejnë mëngjes herët, po a gudzej, a është mirë, a rekomandohet me marrë një kafe, më këfill, me shku në fitness, kafja mundet me të shregullu pak metabolizmin edhe planin e ushqimit. Jo, kafja s'mundet me ndiku në atë pjesë. Nëse pin pak, nëse pin një kafe në regull, po jo me pita 7-8 copa dhe me janis më ushtu. Aja është po. Është gjithdo sendet e pruma është e rrezikshme. Po, për klienti ose njeriu duhet me ditë kur pja dën atina më shumë. Që ta duhet me dalu. Jo me bo vesh rutin me pini kafe. Jo vesh me bo rutin ose po shkojnë në mushtru sabah, se sabah i kam që aty shokët edhe shoqet, adin po bohet mirë atmosferë, jo, se ti ndoshta nuk ndihesh mirë në qatë sport edhe mundet më konë ndoshta edhe e rrezikshme për ty. Ti duhesh me shku kur ti e ndin, kur ti e ki energjin, kur ti e bën sportin me vullnet. Kur ti ushtron me qef, jo me ushtru hatri grupit ose hatri tjerve. Adin, ti duhesh vetë me ditë vetë. Kur trupi jëtë është i gachëm. Kur trupi jëtë është i gachëm. Qa për shambull une natën, në promjë në bas ditën nuk kom ndjenja më ushtru për veti. E ki mëngjezin? Jo, e kom unë mesin e ditës. A mesin e ditës? Që atëherë kom një farë energjie që knaqna të ushtru. Jo në vetu në palestër, ushtroj, knaqna, hi mranda në trening, hi në muskuj. Edhe unë muj më ushtru, edhe në 5 mëngjes, edhe në 10 mëzitja kom fitnessin tem, po muj më ushtru kur të kom qëtë. Unë shkaj ushtoj kur unë e knaqna, kur mu ma lyp trupi jam. E mu ma lyp në qatë orar. Dikujna ja lyp mëngjes, dikujna mbrame, po thamë, njeri duhet me ditë vetë kur ja lyp. Jo me shku për mes shokve ose shoqeve kur i ka aty, avden. Ti kur ti ndihesh mirë, qatë orar duhesh me shku më ushtru, qatë ko. E qartë.